Një jetë e ndritur, një shpirt i pastër, një baba që u nda shumë herët. Lajmi për vdekjen e Shpat Kasapit ka rënë si një goditje e rëndë mbi të gjithë ata që e njihnin. Nuk ishte vetëm një njeri i mirë, ishte një djalë që la gjurmë kudo që shkeli, me sjelljen e tij të qetë, me fjalën e butë, me buzëqeshjen e përhershme që i vinte natyrshëm dhe jo si mask. Shpati ishte nga ata njerëz që nuk i bëjnë zhurmë jetës. Ai e jetonte atë me thjeshtësi, me ndershmëri dhe me një humanizëm që vështirë e gjen sot. Ku shkonte, sillte qetësi. Te njerëzit krijonte besim, te shoqëria sillte respekt, te familja krijonte dashuri. Njeriu që e donte jetën, por mbi të gjitha njerëzit. Miqtë e kujtojnë si djalin që kurrë nuk e ngrinte zërin, që nuk e ofendonte askënd, që e zgjidhte çdo konflikt me mençuri dhe me zemër të bardhë. Thonë shpesh se njerëzit e mirë nuk rrinë shumë në këtë botë. Sot, tek Shpati, këtë fjali e ndjejmë si realitet të dhimbshëm. Shpati ishte shembull i qetësisë, i punës së ndershme dhe i mirësisë së përditshme, asaj mirësie që nuk e sheh askush nëpër titujt gazetash, por që e ndjen kushdo që ka pasur fatin ta ketë afër. Ai nuk kërkonte famë, as duartrokitje, i mjaftonte të ishte pranë njerëzve që donte, t'i ndihmonte të tjerët dhe t'i jepte kuptim ditës së tij me punë, me sakrificë dhe me buzëqeshje. Baba i përkushtuar. Ana më e ndjeshme e shpirtit të tij, por mbi të gjitha, Shpati ishte baba. Dhe kjo fjalë sot peshon më shumë se kurrë. Ai e donte fëmijën e tij me një dashuri që t'ia ndjeje në çdo fjali, në çdo plan që bënte për të ardhmen, në çdo sakrificë të heshtur që pranonte për të. E çuditshme si ndonjëherë njerëzit më të qetë, më të butë, më të përulur janë pikërisht ata që mbajnë barrët më të rënda pa u dëgjuar. Shpati ishte një prej tyre. Ai luftonte çdo ditë për të siguruar të ardhmen e fëmijës së tij, për t'i krijuar kushte më të mira, për t'i dhënë mundësi që ai vetë nuk i pati. Engjëlli i vogël mbetet pa baban e tij. Një boshllëk i madh, i pashpjegueshëm, do ta shoqërojë gjatë jetës. Por ajo që Shpati ka lënë si trashëgimi, zemrën e butë, karakterin e fortë, dashurinë e pastër, do të qëndrojë brenda tij për jetë. Shpati njihej si njeri i mirë jo vetëm në familje. Edhe në punë, edhe në rreth shoqëror, ai respektohej nga të gjithë. Punonte me ndershmëri, nuk ankohej kurrë, nuk fliste keq për askënd. Njerëzit thonë se çdo herë që kishte nevojë për dikë, Shpati ishte aty, i gatshëm të ndihmonte pa kërkuar asgjë në këmbim. Ai ishte djalë i rregullt, punëtor, i edukuar dhe i dashur. I tillë mbetet në kujtesën e çdo njeriu që ka pasur fatin ta njohë. Dhe sigurisht, në zemrën e familjes së tij, kujtimi i Shpat Kasapit do të jetë gjithmonë një dritë, jo vetëm një dhimbje. Një humbje që nuk harrohet, një kujtim që nuk shuhet. Kur largohet dikush i tillë, ndjenja nuk është vetëm trishtim, është padrejtësi, është pyetje që s'ka përgjigje. Pse kaq herët? Pse ai? Por ndoshta disa shpirtra janë shumë të pastër për një botë që shpesh nuk i vlerëson njerëzit e mirë. Sot, Shpati nuk është më fizikisht, por historia e tij, emri i tij, mirësia e tij do të jetojnë gjatë te të gjithë ata që e kanë njohur. Do të jetojnë te fëmia e tij, që do të rritet me tregime për babain e dashur. Do të jetojnë te familja e tij, që do ta mbajë çdo kujtim si pasuri të shenjtë. Do të jetojnë te miqtë e tij, që sot e kujtojnë me lotës dhe me mirënjohje. Trashëgimia e tij, një jetë e thjeshtë, por e ndritur. Nuk lë pas pasuri të mëdha, tituj apo lavdi, por lë pas diçka shumë më të vyer, një shembull të një njeriu të mirë, një shenjë që nuk e fshin koha, një kujtim që do të përmendet gjithmonë me respekt. Zoti e paspranuar në mëshirën e tij. Shpati do të kujtohet gjithmonë, jo për ditën kuriku, por për jetën e bukur dhe zemrën e pastër që la pas.